Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, këtë herë për të nisur dinamikën e lajmeve më të fundit dhe më interesante. Reagimet kanë qenë të shumta në fakt për situatën e Gjestit, për rastin e Gjestit, për mënyrën se si ajo histori e dhimbshme, ajo ngjarje e dhimbshme, ai moment i kopshëm u përdor për interesa, klikimesh, u përdor për fansat, të cilët e kthyen momentin më të dhimbshëm të familjes në një spektakël show. Do me thënë fotografi, telefonata që rinin të gjitha mbi duar, duke filmuar dhe duke regjistruar të gjitha momentet. Për këtë ngjarje, foli edhe artistja e madhe skenës Dafina Zeqiri, e cila fatkeqësisht edhe preku me dorën e vet këtë situatë dhe pa veten e saj në shumë video që rezultonin nëpër rrjetet sociale TikTok, aty ku në fakt edhe u shpërnda gjithçka. Ajo në gjuhën angleze ka shkruar një status në Instagramin e saj ku ne morëm statusin dhe e përkthyem për të kuptuar se çfarë në fakt ka shkruar Dafina Zeqiri. Këngëtarja e njohur shqiptare Dafina Zeqiri ka reaguar me tone të ashpra ndaj sjelljes së disa qytetarëve, të cilët gjatë varimit të një të riu të 15 vjeçar nga Peja, që në këtë rast është Eldion Kelmendi, vllau i Gjestit, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident, janë parë duke filmuar me telefon. Ky veprim sipas saj është treguesi i mënyrës se si shoqëria po ndikohet negativisht nga përdorimi i tepruar dhe shpesh i pamatur i mediave sociale. Në një reagim të gjatë, Zeqiri shpreu indinjatën e saj, duke thënë se nuk mund të pranonte faktin që dhimbja e familjes dhe një moment kaq i ndjeshëm si varimi të kthej në një spektakël për kamera. Mediat sociale janë të fuqishme, por janë edhe të rrezikshme. Ato janë ndërtuar mbi vëmendje, por nuk duhet kur të lavdërojnë llojin e gabuar të vëmendjes, theksoi ajo. Artistja e quajti këtë akt absurd dhe në një shenjë të qartë mungesës së respektit dhe ndjeshmërisë njerëzore. Ajo u shpreh se u trondit kur pa pamjet në fakt ku njerëzit në vend që të bashkëndarsojnë dhimbjen me familjen e të ndjerit, ishin të zënë duke regjistruar me telefon në varim. Një moment që duhet të ishte i shenjtë dhe privat, thot Dafina Zeqiri, u shndrua në një cirk për shkak të sjelljes së disa individëve. Kjo tregon se sa lehtë u mbasin kufijtë mes asaj që është e pranueshme dhe asaj që në fakt nuk duhet bërë kur, tha Zeqiri. Në vijim të reagimit të saj, këngëtarja bëri një reflektim më të thellë për ndikimin e teknologjisë dhe mediave sociale tek shoqëria, sidomos tek të rinjtë. Ajo theksoi se rrjetet sociale shpeshherë po promovojnë modele të gabuara sjellje, duke e zhvendosur vëmendjen nga vlerat njerëzore tek respekti, dëmshuria dhe solidariteti. Dafina gjithashtu e bëri të qartë se si nën është e vendosur ta edukoj djalin e saj që të mos bjerë pre e këtyre ndikimeve të dëmshme. Një ditë do t'i mësojmë djalit tim se këta njerëz janë nga të cilët duhet të rish sa më larg. Ata japin shembullin më të keq sepse respekti për dhimbjen e tjetrit është vlerë themelore që nuk duhet humbur dhe nuk duhet shuar kur. Ky reagim i Dafina Zeqirit ka ngjallur diskutime të gjëra në rrjetet sociale. Shumë përdorues kanë përkrahur qëndrimin e saj duke e cilësuar si një thirrje të domosdoshme për reflektim në kohën kur nga një herë etja për klikime apo për vëmendje të i kalon çdo normë morale. Ngjarja në Pejë dhe sjellja e qytetarëve gjatë varimit hapin një debat më të madh mbi kufijtë e etikës në përdorimin e teknologjisë. Ky është një rast që tregon se pavarësisht të fuqisë që ka në rrjetet sociale për të informuar dhe afruar njerëzit, ato mbeten një mjet i rrezikshëm kur përdoren në mënyrë të pakontrolluar dhe pa vetëdije. Reagimi i Zeqirit mund të shihet si një thirrje për të gjithë artistë qytetar, e sidomos të rinjtë që të reflektojnë mbi prioritetet e tyre dhe të kuptojnë se jo çdo gjë është për kamera, e aq më pak dhimbja e humbja e një jete. Në fakt, ky është reagimi i Dafina Zeqirit, është një reagim
që Dafinën e ka lënë pa fjalë, e ka lënë, le ta themi, pa koment nga veprimet e njerëzive, nga ato nga të trishtimi në fakt që njerëzit e krijuan pas asaj ngjarje edhe më trishtuese. Dafina Zeqiri pati shkruar edhe një pjesë tjetër që thonte nuk dua që fëmijët e mi të rriten me këtë pamje se sa njerëzit janë të gatshëm të veprojnë për klikime, të luftojnë për klikime dhe të krijojnë situata kaq të rënda. Dafina Zeqiri nuk është artiste apo këngëtare apo protagoniste që në fakt reagon kaq shpesh, reagon për ngjarje, por siç duket dhe realisht është për t'u prekur. Rasti i familjes Kelmendi, Dafinën e ka prekur shumë dhe kjo prekje në fakt emocionale që ka kaluar tek Dafina Zeqiri ka bërë që të reagon ashtu siç reaguan shumë personazhe të tjerë dhe shumë artistë të tjerë. Edhe një herë unë them që ne nuk duhet të nxjerrim telefonatat për të bërë një fotografi të një përqafimit që ndodhi në një moment kaq të dhimbshëm, por duhet të jemi pjesë e dhimbjes duke shprehur zemrën tonë, duke treguar shpirtin tonë dhe duke treguar njeriu që ne në fakt jemi në këto ngjarje të tilla për t'i dhënë sa më shumë mbështetje. Ne do takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me ngjarje të tjera, me dinamika të tjera. Ju paralajmëroj që jemi edhe në muajin roz, në muajin e kancerit. Eglitako ka reaguar në fakt në një reagim të këtill, por unë këto do t'ju sjell në videot në vazhdim. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe gjithashtu me follow në të gjitha adresat që ju i lexoni me emrin Tirona Lili të menaxhuara nga vetu.